Disa mërgjimtar kanë ardhur në vendlindje, a disa tjerë janë duke ardhur dhe janë rrugës për vendlindjet e veta. Ne gjithë secilit i themi Allahu Azza wa Jall ja u lehtësoft rrugën drejt vendlindjes. Unë sot dua ta jap vetëm një mesazh të shkurt. Kur vinë mërgjimtar të vendet tona, vendlindjet e veta, ne kemi disa obligime karshi atyve. Obligimin e parë që e kena karshi atyve është që ata duhesh mi respektu maksimalisht. Respekti i bët çdo kujt. E kur e kiti respektin, me njëherë ven obligimi i dy që e ki nderin. Qysh ki qef ti me të nderu edhe ata kanë qef me nderu. Ata kanë qef me nderu me ato nderime që ndoshta ne s'mujmë ja u kthy kur shkojmë te ata që na nderojnë ata. Ama spaku nderim banja çdo kujt me mundësitë e tua. Edhe e treta është që neve na obligohet që ne i dojna çdo herë. Ama kur të vinë këtu dashni lip me shtu pak më tepër. Andaj, ne kena disa obligime që duhet t'i realizojmë kur vinë ata. Ne duhet t'i presim ata spaku me një buzëqeshje më të mirë. Lip t'i presim ata me një ftyrë që shëndrit, jo me një ftyrë që është e zymt, me një ftyrë që nuk do t'ikan me po. Ne vallahi ato i dojna, sepse ato neve na dojnë. Ata neve spaku nuk na shikojnë për interes. Ne kishmi pa të shanca mi shiku ata për interes, ama ata neve s'na shikojnë për interes. Ata neve na dojnë edhe na nderojnë. Andaj ata janë duke ardhur disa prej tyve, disa kanë ardhur vetëse. Bëhu i but, bëhu i sjellshëm, bëhu i nderueshëm, bëhu njeri që i do njerëzit, se vallahi, billahi, tallahi ka mu të kthej në dynja. Kur e nderon ti dikan, deri të kthehet. Kur respekton ti dikan, respekti të kthehet. Andaj ndero, respekto, duj ata të cilët kanë ardhur, sa ata e kanë vendin e vet posaçëm zemrat e tona. Ne kërkujt s'ja bëjmë çefin, ama ata e kanë zemrën teme, zemrën e çdo një besimtarit, e besimtarës, e çdo një shqiptarit e kanë vendin e vet kur kthehen vendlindje. Andaj ne t'ja japna pozitën e merituar që ja kanë ato. Andaj ne elusna Allahin Azza wa Jall që kur të vinë ata këtu ne të kënaqemi me ata, e të shkrimi me ata, e të kalojmë sa më mirë, e elusna Allahin Azza wa Jall që ata të marrin energji gjatë tyve javëve që janë mesin ton, që kur të kthehen në mërgim ku janë atje, ata t'jenë suksesshëm, qysh kanë qenë, bile hala ma tepër të sot suksesi, sepse suksesi atyve neve na gëzon vazhdimisht.